Ministrja e Bujqësisë Anila Denaj u shfaq dje në një emision televiziv ku nuk kërkoi ndjes shqiptarëve për futjen e filetove të pulës me salmonel, por i ngushëlloi ata, duke i thënë se kjo ndodh në të gjithë Evropën. Sipas hetimeve të deritanishme, Mark Samson është ndihmuar edhe nga miq të tjerë për vrasjen e shqiptares Ilaria Sula. Më herët nëna e tij ka pranuar se edhe ajo ishte bashkëpunëtore në këtë krim të rëndë. Donald Trump vendosi tarifën 104% për mallrat kineze. Ky veprim erdhi pasi Pekini refuzoi të nënshtrohej presionit amerikan, duke mos i hequr tarifat ekzistuese ndaj importeve të Amerikës. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Banorët e zonës Zaldajtit kanë shprehur qetësimin e tyre në lidhje me ndotjen që shkakton kompania koncesionare rrugës së Arbrit, Gjoka Konstruksion, ku sipas tyre kjo kompani punon pa leje pavarësisht dëmtimeve në natyrë. Pavarësisht premtimit të bërë për të zhvendosur implantin e prodhimit të asfaltit në Zaldajt brenda muajit mars, kompania koncesionare e rrugës së Arbrit, Gjoka Construction, vijon aktivitetin e saj në zonën e mbrojtur të Parkut Kombëtar të Dajtit. Banorët e kësaj zone janë të shqetësuar pasi ndotja është në nivele të frikshme dhe Gjoka punon pa leje, pavarësisht pasojave dhe dëmeve në natyrë. Ata thonë se dëmi i shkaktuar nga implanti i prodhimit të asfaltit është i gjithanshëm dhe asnjë filtër nuk është vendosur për pastrimin e tymrave që lëshohen. Banorët e indinjuar shprehen se policia lejon aktivitetin pa leje të Gjokës, ndërkohë që qytetarët gjobiten dhe i dënon për ngritjen e avllive e mureve rrethuese, duke i sorollatur në gjyqje e prokurori për vite me radhë. Ata i kërkojnë Gjokës zhvendosjen e menjëhershme të implantit, pasi premtimi i tyre ka qenë i tillë. Pas përfundimit të punimeve për rrugën e Arbrit, implanti do të zhvendoset nga Zaldajti, pasi nuk do të ketë më nevojë për të. Por duke qenë se aplikimi për lejen e prodhimit të asfaltit është ende në shqyrtim nga institucionet, ata kanë vijuar me punën e tyre, tani për përfitime personale, pasi rruga ka përfunduar. Pas skandalit kur shqiptarët konsumuan filetopule të kontaminuara me salmonel, Ministri e Bujqësisë Anila Denaj u shfaq ditën e djeshme në një emision televiziv ku shpreh se vitin e kaluar në të gjithë Evropën u raportuan 77.000 raste të ngjashme. Ky ishte një justifikim për t'i treguar shqiptarëve se nuk janë të vetmit që kanë ngrënë mish të infektuar. Ndërsa qytetarët konsumuan filetopule të infektuar me salmonel të importuar nga Brazili nga kompania AMG Food, marka Dimal, Ministri e Bujqësisë Anila Denaj vendosi të dalë në televizor, jo për të kërkuar falje, por për të dhënë një justifikim që ka lënë pa fjalë opinionin publik. Salmonel ka në të gjithë botën. Vitin e kaluar në Evropë u raportuan 77.000 raste. Me pak fjalë, nuk ka problem që mishi i kontaminuar u fut në Shqipëri dhe përfundoi në tryezat e qytetarëve shqiptar pa dalë analizat, sepse sipas ministres, kështu ndodh kudo. Salmonela dhe shumë sëmundje të tjera të cilat vijnë nga bimët dhe kafshët në vitet e fundit janë rritur, në vitet e fundit në Evropë dhe në të gjithë botën janë rritur. Unë dua të them vetëm një shifër që vetëm vitin e shkuar në Evropë, rastet e salmonelës ishin 77.000, krahasuar me një vit më parë 65.000. Pra është një situatë që ndeshet kudo, tha ndër të tjera Anila Denaj në një emision televiziv ditën e djeshme. Për ironi, autoritetet shqiptare nuk e bën publik emrin e kompanisë duke i lënë konsumatorët në errësirë dhe kur AKU më në fund reagoi, ishte vetëm pasi mediat publikuan rastin, jo se institucionet kishin ndërmend të ndërhynin vet. Ky skandal nuk është i vetmi, pastaj vijnë edhe 3 ngërkesa, me lule shtrydhe me pesticide nga Greqia, specat e kthyer nga Kroacia për të njëjtën arsye, si dhe mandarinat e refuzuara në Bashkimin Evropian që përfunduan ku tjetër vetëse në tregun shqiptar. Megjithatë, në vend që të merren masa apo të mbahet përgjegjësi, Ministria Denaj dhe kreu i AKU-s, Manush Kullolli, janë të zënë me fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, sepse në Shqipëri, siguria ushqimore vjen pas votave. Në prag të sezonit turistik, banorët e Golemit janë të shqetësuar nga zvogëlimi i vazhdueshëm i plazhit në zonën e pishave të buta, duke akuzuar autoritetet lokale dhe qeverinë për mungesë veprimi. Ata thonë se situata është lënë në duar të bizneseve, të cilët shfrytëzojnë plazhin për interesat private, duke penguar aksesin e banorëve dhe turistëve për hapësirat publike. Në një kohë kur ndodhemi vetëm disa javë nga hapja e sezonit turistik të plazhit, një situatë shqetësuese raportohet nga banorët e Golemit, të cilët thonë se deti po zvoglon çdo vit më shumë sipërfaqen e plazhit në zonën e pishave të buta. Në një denoncim për redaksin ton, qytetarja thotë se askush nuk ndërhyn për të bërë diçka në mënyrë që të parandalojë këtë fenomen.
Bashkia Kavaj bashkë me qeverinë flen gjumë dhe denoncuesja shton se gjithë situata ka mbetur në dorë të bizneseve, të cilat shfrytëzojnë akoma më shumë, duke vendosur vargje me gur çdo 50 metër, në mënyrë që të grumbullojnë sa më shumë rër për hesabin e vet. Vjen vera, 3 metër rër nga deti që ka mbetur qeveria e jep hoteleve buz detit, dhe ne banorët e zonës detyrohemi të blejmë një cop vend të shezlonet e këtyre bizneseve, pasi nuk lejnë asnjë pëllëm plazh publik, shkruan denoncuesja. Ajo thosë se situata është e ngjashme për kilometër të tëra, nga mali Robit deri ku zona ndahet me Golemin. Madje kur pedonalja është prishur disa herë, kanë qenë vetë bizneset ato që kanë ndërhyrë për ta rregulluar. Mirë për banorët s'pyet njeri, po këto turistët që reklamojnë kaq shumë me çfarë kushtesh do i presin? Pyet qytetarja, duke bërë thirrje që institucionet përkatëse të marrin masa të menjëhershme. Linjat e transportit Has-Kukës kanë rritur çmimin e biletës me pretendimin se duhet të mbulojnë kostot e shtuara, ndërkohë që qytetarët shprehen se shërbimi mbetet po i njëjti. Pas vendosjes së traut në Thuman, linjat e transportit Has-Kukës rritën çmimin e biletës me pretendimin për të mbuluar kostot e shtuara. Megjithatë, pasagjerët nuk po shohin përmirësime në shërbim, pasi përdoren rrugë alternative që çojnë në vonesa dhe trafiku mbetet i ngarkuar. Përkundër rritjes së çmimit të biletës, shërbimi i ofruar nuk është përmirësuar. Rrugët e vjetra, si dalja në Fushkruj, nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e udhëtimit dhe pasagjerët vazhdojnë të përballen me pengesa të shumta. Për këtë arsye, është e drejtë të pyesim pse duhet të paguajë më shumë kur shërbimi mbetet po ai. Autoritetet duhet të ndërhyjnë dhe të sigurojnë që çdo rritje çmimi të justifikohet me përmirësimin e kushteve dhe shërbimeve. Mesazhi i qytetarit: Kam një ankesë për sa i përket transportit rrugor të veriut Has-Kukës, të cilët pas vendosjes së traut në Thuman rritën biletën me pretendimin për të mbuluar kostot e shtuara. Ndërkohë, përdorin rrugë alternative, dalje në Fushkruj nga rruga e vjetër, por me biletën e rritur, duke bërë që të paguajmë më shumë dhe të kemi problematika me trafikun dhe vonesat. Po pse ne duhet të paguajmë më shumë kur nuk po marrim shërbim më të mirë? Vjojnë hetimet për vrasjen e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula në Itali nga ish-partneri i saj Filipinas Mark Samson. Sipas informacioneve, përveç nënës në krim janë përfshirë edhe 2 shokët e tij. Hetuesit thonë se Samson mund të ndikojë në provat e hetimit pasi telefoni i Ilarias nuk është gjetur ende. Një hetim i thelluar po zhvillohet lidhur me vrasjen tragjike të 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula në Rom. Hetuesit kanë zbardhur detaje të reja që sigurojnë se jo vetëm nëna e Mark Samson, autori i krimit, por edhe 2 shokët e tij mund të kenë ndihmuar në fshehjen e krimit dhe asgjësimin e trupit të viktimës. Sipas informacioneve të fundit, nëna e Mark Samson ka pranuar rolin e saj në krim, duke fshirë gjurmët e gjakut në banesë ku ndodhi vrasja dhe duke fshehur trupin e Ilaria Sulës. Ajo ndodhet nën hetim për bashkëpunim në fshehjen e kufomës, ndërkohë 2 shokët e Mark Samson janë marrë në pyetje nga autoritetet dhe kanë mohuar çdo akuzë lidhur me krimin. Megjithatë, dyshimet rreth tyre janë rritur pas zbulimit të qelizave telefonike që lidhin celularin e viktimës me vendodhjen e 2 të dyshuarve. Pas vdekjes së Ilaria Sulës, kur Mark Samson vazhdonte të dërgonte mesazhe mashtruese për miqtë dhe familjen e saj. Për më tepër, hetuesit kanë hasur vështirësi në përpjekjen e Mark Samson për të treguar vendin e saktë ku e ka hedhur trupin e Ilaria Sulës, një fakt që ngriti dyshime për mundësinë e mbulimit të krimit. Gjithashtu, gjyqtari hetues ka shkruar në raportin e tij se ekziston rreziku që Samson të ndikojë në provat e hetimit, pasi telefoni i viktimës ende nuk është i gjetur dhe dinamika e fshehjes së trupit mbetet e paqartë. Një tjetër detaj që ka tërhequr vëmendjen është refuzimi i Mark Samson për të shpjeguar postimin që u bë në profilin e Instagram të Ilaria Sulës më 31 mars 2025. Postimi i cili u publikua pas vrasjes shkruante: "Ja mirë, ju faleminderit të gjithëve", duke krijuar dyshime për përpjekjen e tij për të mashtruar të afërmit dhe miqtë e viktimës. Në dëshminë e tij, Mark Samson ka shpjeguar se marrëdhënia me Ilaria Sulën kishte pasur ulje ngritje dhe për një kohë ai kishte pasur vështirësi për të pranuar kërkesat e saj. Ai shpjegoi se një problem kryesor ishte kërkesa e Ilarias për të parë notat e provimit të universitetit që e shqetësonte shumë, pasi Samson kishte një traumë nga periudha e shkollës për performancën e tij para prindërve. Samson ka pranuar se për shkak të presionit të Ilarias, ai kishte nisur një debat që përfundoi tragjikisht në vrasjen e saj. Ky hetim po zhvillohet dhe autoritetet janë të angazhuara për të zbardhur plotësisht ngjarjen dhe për të identifikuar çdo person tjetër që mund të ketë pasur përfshirje në këtë krim të rëndë.
Pasi Kina nuk pranoi të tërhiqej nga tarifimi i mallrave amerikan, Donald Trump përmes platformës së tij Truth Social ka deklaruar se duke nisur nga sot, tarifat e importeve kineze do të shkojnë në 104%. Pekini ka refuzuar të i nënshtrohet presionit, duke nisur kështu një luftë tarifash të hapur. Lufta tregtare e SBA-Kin po përshkallëzohet me ritme të shpejta. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur tarifa të reja shkatërruese ndaj importeve kineze, duke rritur ato me 104%, një vendim që hyn në fuqi në orën 12:01 të mëngjesit të së mërkurës. Vendimi vjen pas një lajmërimi të drejtë për drejtë nga vet Trump, i cili u shpreh se nëse Kina nuk kishte tarifat hakmarrëse ndaj mallrave amerikan brenda 8 prillit, Shtetet e Bashkuara do të kundërpërgjigjeshin fuqishëm. Kina ka kohë deri nesër në mesditë për të hequr tarifat e tyre, 34% mbi produktet tona. Nëse nuk e bëjnë, SBA do të vendosë tarifa shtesë prej 50% mbi mallrat kinez, duke nisur nga data 9 prill. Dhe çdo bisedim me ta do të ndërpritet menjëherë, deklaroi Trump në rrjetin e tij Truth Social. Pekini ka refuzuar të nënshtrohet presionit amerikan dhe ka bërë të ditur se nuk do të heqë tarifat ekzistuese. Kina u shpreh se është e gatshme të përballet me çdo skenar, duke konsideruar këtë një luftë tarifash të hapur. Ky zhvillim rrezikon të përkeqësojë më tej marrëdhënia tregtare midis dy ekonomive më të mëdha të botës dhe mund të ndikojë ndjeshëm në tregjet globale. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë më u takofshim.